Luizilli, fituesi i shtëpisë më të famshme në Shqipëri, bëri bujë me pamjen e tij kur vendosi të zbarte flokët gjatë qëndrimit në shtëpi. Ky stil mbeti i paharruar për fancat dhe u kthye në një shenjë dalluese për të. Por pas disa vitesh, Luizilli ka vendosur të rikthehet tek pamja e tij natyrale, duke hequr ngjyrën e flokëve. Ai ka surprizuar fancat duke u shfaqur ndryshe pranë bashkëshortës së tij, Kiarës, dhe menjëherë ka marrë vëmendje nga ndjekësit që e komentuan për pamjen e re. Na duhet të kujtojmë se fancat e Luizillit dhe Kiara Titos janë të shumtë, andaj komplimentet kanë qenë më mira në foton e tyre të publikuar së bashku. Nga ana tjetër, na duhet të kujtojmë se Kiara Titos dhe Luizilli u njohën gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri dhe dashuria e tyre ka qenë mjaft e sinqertë, ku na duhet të themi se ishte një lidhje me plot kritika, por Luizi dhe Kiara ja dolën që t'i vërtetojnë të gjithëve se dashuria e tyre triumfoi mbi gjithçka dhe tani ata janë të lumtur dhe janë të bekuar me një vajzë të quajtur Luna Marie Elli.